Përshëndetje, mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Shpresoj që të keni nisur një ditë të bukur dhe të keni vazhduar atë ditën bukur. Tashmë jemi në orët e darkës, besoj që po pini kafen, po pini çajin e ngrohtë, po shihoni ambientin e bukur me dekoret e fundvitit dhe normalisht që keni dëshirën që të komentojmë në fakt se çfarë po ndodhen me artistët shqiptarë. Fillimi i Big Brother VIP Albania 5 ka ringjallur në një farë mënyre emocionet edhe tek ish banorët e vitit të kaluar. Banorët e vitit të kaluar flasin për këtë Big Brother, shumica mbajnë podcaste, shumica bëjnë analiza, disa të hedhin hipoteza, japin mendime të ndryshme, por nuk do të ishte e bukur të mos të jepte në fakt edhe Egli Tako një mendimin e saj në raport me Big Brother VIP Albania 5. Çfarë ajo ka thënë në fakt për këtë Big Brother? Egli Tako, një nga protagonistët e sezonit kaluar të Big Brother VIP, është rikthyer në vëmendje me disa këshilla të forta për banorët e rinj të Big Brother VIP Albania 5. Do të thënë bazuar në eksperiencën e saj, ajo ka dhënë këshilla për këta banorë. Duke nisur nga eksperienca e saj personale, ku spikati romanca e krijuar me gjestin, Egli ka folur hapur për strategjinë dhe ndjenjat. Në një bisedë në programin e diell, ajo theksoi se gabimi më i madh që mund të bëjnë banorët është që të shtiren, të mos sjellin një personazh të bërë, të jenë vetja e tyre me të gjitha të mirat dhe të metat, sepse kështu njerëzit e kanë më të lehtë të identifikohen. Do me thënë, zakonisht, banorët që bëhen pjesë e kastit të Big Brotherit, ose krijojnë një personazh dhe e sjellin aty brenda, dhe realisht luajnë paralele me atë personazh. Do me thënë, është personazhi i vërtet dhe personazhi i inskenuar. Ky personazh që në fakt ai e nxjerrën për Big Brotherin dhe shumica e banorëve që kanë hyrë me këtë lloj strategjie nuk është se kanë qenë fitues, nuk është se kanë qenë afatgjatë, nuk është se kanë qenë krenar për rrugtimin që kanë bërë, por përkundrazi ky rrugtim u ka dështuar. Dhe pikërisht Egli Tako flet për këtë gjë. Egli, Gjesti, Luizi, Kiara, këtë themi tjetër, Romeo, Heidi, kanë qenë banorë të cilët kanë qenë vetja e tyre, kanë qenë vetvetja, do të thënë, kanë luajtur me shpirtin e tyre të pastër, kanë luajtur me sinqeritetin, kanë luajtur me vërtetësinë. Dhe kjo gjë i çoi drejt rrugës më të bukur, i çoi drejt fitores, i çoi drejt suksesit, i çoi drejt klikimeve, i çoi drejt suksesit dhe të vazhdueshëm. Për shembull, në qoftë se Gjesti u dashurua nga publiku, u dashurua nga fakti që Gjesti ishte shumë i vërtet dhe Egli ishte shumë e vërtet. Dhe këshilla e Eglit është, do të thënë që këto banorë të jenë sa më të sinqert, dhe të jenë ato që janë, sepse publiku shqiptar, njerëzit këto banori duan për atë që janë, jo për atë që do të bëjnë. Për momentin më interesant ishte kur u pyet për dashurinë brenda shtëpisë. Kjo që është një fakt një temë tabu, se po të lidhesh brenda shtëpisë ti mund të ikësh finale, dashuria është shumë e rëndësishme, por jo çdo Big Brother është i ngjajshëm dhe në qoftë se çdo Big Brother do krijonte lidhje dashurie, atëherë kemi non stop domethënë bumerang. Egli pranoi se formati ka vërtetuar se ndjenjat aty janë reale, do të thënë ndjenjat brenda asaj shtëpie janë të vërteta. Big Brother ka treguar që dashuria funksionon. Unë i këshilloj të gjithë të bëjnë që nëse e ndjejnë le ta bëjnë. Tani, do me thënë, dashuria nuk bëhet edhe për klikime, sepse ju e dini shumë bukur, kemi patur çiftet e lidhura që kanë qenë vetëm brenda asaj shtëpie për një periudhë afat kohë të shkurtër edhe më pas do me thënë janë larguar, nuk kanë patur marrëdhënie, por ka dhe dashuri që janë të sinqerta. Është më se normal që të besojmë se ekzistojnë dashuri të sinqerta, sepse aty brenda 24/7, pa telefon, pa televizor, pa internet, pa asnjë gjë, domethënë je ti dhe vetja jote, normal që do të lindin emocione dhe do të dashurohesh. Megjithatë, ajo nuk e la pa përmendur një paralajmërim që tingëllon si një reflektim mbi historinë e saj të shkuar. Dyert e zemrës gjithmonë të hapura, por me kujdes. Kujdes, por patjetër që dashuroni. Siç duket në këtë rast, Egli fatkeqësisht që ka lënduar pak nga Gjesti dhe kërkon nga të gjithë që të kenë pak më shumë vet kontroll, por të dashurojnë sinqerisht.
Thank